Jeshe, Po kapne. u bo fort kes që e mërën ata shafirat për djoli. Ata ta shaglon kanë me qunë stani se rotko. A ketë bashkë? Po bashkem. O dhe nuk kanë me shtrengu të është djallë. Ko me kalëzo dhe për ty nejse. Nuk besoj, është shumë djallë i mirë, i meqëm. I meqëm është besimi. Janë tegër ata shafira. Ja i më do ke këgja i ri. E qka po thuni me bona tash? Unë po mënoj me shku e vend stanis më i të rëzu për besimin. Qysh? Ti në stanica? Nuk është punë e meshme kje. Ke i vjen si kur me shku vetë në dërët kasapit. Nuk më me lënë djallën vetën. Ju i merrni librat, ose i qenë në shpjell, ose japën me Mehmetit. A i din çka bën me to. Po shka do me thonë atë në stani, o mjeshe? Po i thëmë që ai nuk e me mu, po e bënëm një copull bashk. Ish halëgji, ish dorë me lypun, edhe erdha me këshirë qa u bo me ta. Pa mo ta dish se me bo ata veç pak me dyshuk dhe te, ose në kuh se ka fulla i djoli, te mo nuk e shet dritën e djelit me sy. Veç edhe me nejt, mës me bo korgjë, nuk më mërmenja. E kena pas dhe fjallë na me besimin. Besim. Rrugën që ke nis me mua, është shumë e ranë. Munë me ranë dorë gjanarve, ose qëtë nekve. Nuk u zarmulli kështu, me folë për njën në tetren, e as për shokët. Betuna me jetën tem që kur as një fjallë s'ka me dalë për i guesta. Kur nuk e besoj që i folë e djarë për mu. A ne pro, në kuh se ta mërmenja që nuk flet aj, shko pro të rotko. Ti ke pas punu një kohë të aj, nështë ta nuk të ka haru.